Në ditën e tretë të gërmimeve në fshatin Kalludër të vogël në komunën e Zubin-Potokut, ku po dyshohet për ekzistimin e një varreze masive, nga lufta e fundit në Kosovë, në vendngjarje ka dalur edhe kryeprokurori i prokurorisë speciale Ibrahim Yusufaj. Sipas burimeve fillestare, në këtë lokacion mund të ndodhen mbetjet mortore të 23 personave të zhdukur më 19 prill të vitit 1999, i njohur si grupi i intelektualëve të Mitrovicës. Pas vizitës në vendin e gërmimeve, Yusufaj deklaroi se deri më tani është konfirmuar se mbetjet e gjetura janë me origjinë njerëzore, por theksoi se procesi i identifikimit është i ndërlikuar pasi i njëjti kërkon kohë, pasi këto mbetje tashmë duhet të trajtohen sipas standardeve të mjekësisë ligjore dhe të identifikohen përmes analizave të ADN-s. Ai ka falendëruar Policinë e Kosovës, prokurorët special dhe ekipin e Institutit të Mjekësisë Ligjore për punën që po zhvillojnë në terren.